Takimet me fermerët janë tashmë një praktikë e përhershme çdo fundjavë për kryebashkiaken e Lushnjës Eriselda Sefa, e cila së bashku me nënkryetaren Maldrita Bardho po zhvillon bashkëbisedime të drejtpërdrejta në terren. Bujësia mbetet shtylla kryesore e ekonomisë në zonën e Myzeqes, ku Lushnja ka një rol të rëndësishëm, veçanërisht në prodhimet në sera. Këto pamje vijnë nga sera e familjes Kuka në fshatin Gjonas, njësia Bubullim, e shtirë në rreth 22 nym, me kulturë domateje dhe e pajisur me teknologji moderne. Pas viteve të punës dhe investimeve, kjo fermë ka rritur kapacitetin prodhues, duke siguruar jo vetëm tregun vendas, por edhe eksportin. Aktiviteti i saj ka ndikuar dhe në punësimin e banorëve të zonës, duke dhënë një kontribut të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik lokal. Fermerët e zonës furnizojnë tregjet përmes pikave të grumbullimit, duke garantuar shpërndarje të shpejtë të produkteve. Takimet e përjavshme po zhvillohen në një frymë bashkëpunimi me diskutime të hapura mes drejtuesve vendor dhe fermerëve për sfidat dhe nevojat e sektorit.